tranzicionin, janë provua formulat të tilla kur s'kem pas shtet, s'kem pas republik. S'ka as luft në Kosovë, as gjendje të jashtëzakonshme, as kërcënim imediat për ndonjë luftë potenciale momentale për masave që duhet mu thirr në unitet kombëtar dhe në qeveri shpëtimi e të tilla. Tranzicionin mendoj që duhet ta kaloj një herë LDK-ja për vete në mënyrë që të krijohen tranzicione të tilla apo kapërcime, siç kishte mujt mi thonë shqip, në tranzit ansor. Na nuk kemi mrapa, na as anash nuk kemi rrethonave dhe zhvillimeve demokratike, prandaj propozimin e LDK-s e shoh si tendencë për me kamuflu synimin real të strukturave edhe të kryetarit të anishëm establishmentit udhëheqës të LDK-s, e që është kamuflimi i potencialit apo potencës elektorale të lëvizjes vetëvendosje, të partisë e cila ka fitu 2 fish më shumë se partia e cila moralizon edhe kthehet në premisen e kujdestarit të paftuar apo të zotit të shtëpisë të pavotuar, edhe në këtë formë mos ta quaj vetëm e bastardon, po e krijohet një farë situate triviale afërdit, se atë rrugë nga kuptimi demokracia, procesi zgjedhore dhe verifikimi apo vleftësimi i demokracisë përfaqësuese. Çka po du me thonë me këto? Nuk çohesh 1 muj a 2 muj mas zgjedhjeve në një demokraci, në një vend demokratik, me kriju krijim të qeverisë gjithëpërfshirëse, kur ke mojt proces i cili kanë nxjerr fitus jo të vogël me 1%, po me 200, sa pi bjen, 400.000 me 180.000, shumë koka, edhe është për një me pa kuptim. Unë e kuptoj edhe i dyti kish me qenë problem këtë rast zoti Hamza PDK-ja, kish propozu diçka të tillë, sepse paradoksi është këtu, kemi një, kur jemi të LDK-ja dhe ajo shka ka bo LDK-ja me letrën e saj, është refuzim duke bo kontradikt në vetvete ftesë për me marrë pjesë në qeveri gjithëpërfshirëse. Çka tregon kjo? Tregon hipokrizim politike edhe mosguzimin politik të LDK-s edhe të zotit Abdi Gjiku, në këtë rast udhëheqësisë së LDK-s, të ballafaqohen me një të vërtetë. E vërteta është goxha e hidhur për zotin Abdi Gjiku posaçërisht si kryetari i LDK-s. 5%, maksimum 4% ngritje nga era kaluar mas 5 viteve si lider.